Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot dua t'ju tregoj recetën për përgatitjen e disa bukëve të vogla që janë shumë të ngjashme me bukët që në Kosovë njihen me emrin pitalka. Ndoshta secili prej nesh përdor mënyra të ndryshme për përgatitjen e këtyre bukëve, por unë sot do t'ju tregoj mënyrën time. Në fillim në një tas qelqi kam hedhur një lugë me sheqer dhe aty kam shtuar 5 gram maja. Unë përdor maja të freskët, por ju mund të përdorni edhe maja të thatë. Më pas në tas kam shtuar dhe 200 ml qumësht të vakët dhe i trazoj mirë derisa të tretet majaja. E lëm majan që të pushoj për afërsisht 1 minutë në mënyrë që të aktivizohet dhe më pas do të shtojmë kripën. Në fund do të shtojmë edhe miellin, të cilin do ta shtojmë gradualisht. Në total unë kam përdorur 2 gota e gjysmë me miell, ose e thënë ndryshe ju mund të përdorni 300 gram miell, të cilin do ta shtojmë pjesë dhe duke e punuar me ndihmën e një luge. Në fund fare, brumin e punoj me duar dhe siç e shikoni, brumi është i ujshëm, pra e ngjit në përduar. Për këtë bukë, brumi duhet që të jetë i tillë. Pasi e kemi punuar brumin për disa minuta, në fund i shtojmë edhe 2 lugë gjelle me vaj dhe vazhdojmë ta punojmë sërish derisa ta pijë të gjithë vajin. Pasi brumi e ka pirë vajin, do të lagim duart në një tas me ujë të vakët dhe do vazhdojmë ta punojmë brumin. Do t'i lagim duart për 3 ose 4 herë dhe do të vazhdojmë ta punojmë brumin. Dhe në fund fare do t'i bëjmë ja 2 palosje. E mbulojmë me qese kuzhine dhe e lëmë në një ambient të ngrohtë për 25 minuta. Pas 25 minutave e marrim sërish brumin dhe i shtojmë afërsisht një lugë gjelle me vaj dhe e punojmë për shumë pak sekonda me duar. Tani do ta lëm brumin sërish të pushoj për 30 minuta dhe më pas brumi është gati. Pasi brumi ka ardhur mirë, e ndajmë në kulet të madhësisë mesatare. Me përmasat që unë përdora, dalin 6 copë, por nëse doni t'i bëni kulaçkat më të mëdha, do ju dalin më pak bukë në fund, ose nëse do i bëni kuleçet më të vegjël, do ju dalin më shumë bukë. Pasi presim kuleçet, u japim formë të rumbullakët me duar dhe i vendosim në një tepsi, ku aty kemi hedhur pak miell ose ju mund të shtroni një letër për pjekje. Kuleçet i vendosim larg njëri tjetrit, pasi do t'i hapi me duar. Për t'i hapur më kollaj, lyeni vazhdimisht gishtat me vaj dhe i hapni kuleçet si në video, duke u dhënë një trashësi mesatare. Pasi kemi hapur të gjithë kuleçet, në fund lagim sërish duart me pak ujë të vakët dhe lyejmë sipër bukët e hapura në tepsi. Unë preferoj që në fund fare t'u hedh sipër edhe pak miell, por ju këtë gjë mund edhe të mos e bëni. Mua më pëlqen pasi mi jep shijen e bukëve që hanim dikur nga duart e gjysheve tona. Ndërkohë do të hapim furrën në 250 gradë Celsius dhe do ta lëmë që të nxehet mirë. I lëm bukët që të pushojnë për 15 minuta. Ju nëse dëshironi mund t'i lini edhe më gjatë, por 15 minuta janë mjaftueshëm. Kur bukët kanë ardhur, i fusim në furrën e nxehtë dhe i lëm që të piqen për 12 deri në 15 minuta, por duke i kontrolluar që të mos piqen më shumë se sa duhet.
Fura ime i pjek për 15 minuta, por kur t'i provoni në shtëpi tuaja dhe me që furrat pjekin në mënyra të ndryshme, kur të shikoni që bukët kanë marrë përsipër ngjyrën në një kafe të lehtë, ose si këto që shikoni në video, i hiqni bukët nga furra pasi janë pjekur mjaftueshëm. Pasi i heqim bukët, me një furçë kuzhine u heqim pak nga mielli që kanë sipër dhe në fund fare i lyejmë me pak ujë të ftohtë dhe direkt i mbulojmë me një pecet kuzhine ose me një qese kuzhine. Këtë proces e bëjmë pasi pikërisht avulli që lëshojmë bukët kur i spërkasni me pak ujë, bën që gjatë kohës që bukët të mbulohen, ato do të zbuten dhe pas 5-6 minutash bukët dalin shumë të buta. Unë këto bukë ja adhuroj për shumë arsye. E para është që familja ime kënaqet sa herë që unë i përgatis. Gjithashtu, këto bukë ka shumë mënyra se si të përdorni. Mund t'i mbushni me qofte dhe perime, mund t'i mbushni me mish pule, ose dhe vetëm me perime. Gjithashtu mund t'i hani dhe me gjalp, djath dhe çaj, ashtu siç hanem dikur dhe jam shumë e sigurt që do të shijojnë shumë. Ju mund t'i përdorni edhe si bukë më vete, ose mund t'i merrni me vete në punë apo edhe në shkollë për fëmijët tuaj. Kur t'i bëni këto bukë, në shtëpinë tuaj do të vijë aroma e bukës së pjekur dhe atëherë do të më kuptoni se pse unë i dua kaq shumë këto bukë të vogla. Pasi aroma e tyre më kujton aromën e fëmijërisë sime. Këto bukë të vogla përdoren edhe në shumë vende në Shqipëri, në shumë restorante dhe ambiente tradicionale dhe shërbehen të ngrohta me ushqimin ose shërbehen me qofte dhe meze të tjera. Edhe ne këtë herë preferuam që t'i mbushim vetëm me qofte, salckosi, patate dhe qep. Unë shpresoj shumë që juve t'ju ketë pëlqyer mënyra ime se si përgatis këto bukë të vogla. Jam shumë e sigurt që nëse do i provoni në shtëpi tuaja do t'ju pëlqejnë jashtëmase. Nëse dëshironi më shumë receta, ju lutem bëni like dhe subscribe kanalin tim, pasi do të ishte një vlerësim i madh për punën që unë bëj. Gjithashtu mua më gjeni dhe në Instagram edhe në Facebook. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.